detyrimisht këto problemet ambientaliste, mënyra jetesës, alkooli, cigaria, këto janë arritur si konsumim dhe këto e bëjmë pak më të shpesht, po më kryesore është rritja e jetëgjatësisë dhe siç thash kontrolli i shpesht i dhe ndërgjegjësimi i femrave. Dhe tani do lidhemi me doktorin Nurian Uhri, i cili është nga Berati, ka vazhduar studimet në Turqi dhe ka ngelur në Turqi në bursa dhe atje punon kirurg onkolog. Me të do flasim për një temë që ndoshta pak e keni dëgjuar, kanceri i gjirit të meshkujt. Mire dëgjuat, kanceri mund të prek dhe meshkujt, kanceri i gjirit më sakt. Urojta kemi në linjë doktorin dhe të na shpjegoj ai më konkretisht se si i atakon dhe meshkujt. Regjia, nëse kemi mundësi të lidhemi me doktorin, doktor përshëndetje? A jemi gati të flasim për kancerin e gjirit të meshkujt? Po, përshëndetje. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Si shtatë dhe juve kam? Unë pash një postim tuaj në para disa ditësh që ju drejtuat publikut për kancerin e gjirit të meshkujt. Më intereson të di, mua dhe besoj dhe teleshikuesve, a janë simptomat e njëjta si te gratë, a është i shpesht sa është dhe te gratë kanceri i gjirit? Po, të thuash të drejtën, jo qëllimisht, domethënë e bëra atë postim, sepse gjithë muajin tetor i gjithë vëmendja u vendos mbi gratë, me të drejtë, sepse në pjesën më të madhe të rasteve, në pjesën shumë më të madhe të rasteve, janë femrat ato që preken prej kancerit të gjirit, por se nuk duhet lënë edhe pjesa maskullore, pra dhe meshkujt mund të kapen prej këtij lloj kanceri. Dhe për arsye se shumica mendojnë se vetëm femrat mund të kapen, kjo është një nga arsyet që fatkeqësisht kancerin e gjirit tek meshkujt e kapin me vonesë, sepse nuk u shkon mendja, nuk mendojnë se ata mund të sëmuren me një sëmundje të tillë dhe për këtë arsye nuk vënë tek mjeku ose e neglizhojnë. Një nga arsyet të tjera është fakti që nuk kanë kontrolle meshkujt ashtu siç kanë femrat, kontrolle vjetore. Po të shikoni në të gjitha emisionet flitet për kontrollet vjetore, ku themi për shembull një në vit ju lutem bëni një mamografi, bëni një eko, kurse tek meshkujt nga që nuk ka një kontroll të tillë, askush nuk mendon se do preket për një sëmundje të tillë. Prandaj desha domethënë me atë shkrim që bëra të hidhja pak dritë mbi dhe një vëmendje mbi këtë problem. Nga pacientët që ju trajtoni, cilët i keni ose si është raporti kundrejt gjinive? Keni sigurisht më shumë gra, por si është raporti në raport me meshkujt? I femrave në raport me meshkujt? Po, thuash të drejtën, në qoftë se do ta llogarisim për shembull, në 100 raste, një është kancer tek meshkujt, 99 janë tek femrat. Për këtë arsye mund të konstatohet që është më i ulët për atë meshkujt apo jo? Më i ulët. Dhe kjo bën edhe çik fatkeqësisht, domethënë edhe kërkimet shkencore në këtë drejtim janë më të pakta detyrimisht, sepse edhe numri i pacientëve është i pakët, po për shoqërinë mund të jetë i pakët, po për personin vetë i cili vuan nga kjo sëmundje, sigurisht që është një hall jetësor i cili duhet zgjidhur dhe duhet kapur në kohën e duhur. Ndërsa te gratë kanceri i gjirit shkon duke u rritur nga përvoja juaj personale? Apo shkon duke u zvogluar? Dhe çka ndikon në rritje ose në zvoglim të rasteve? Ka pak rritje, po nuk është në një rritje domethënë shumë e madhe. Shkaku kryesor që është i rritur në numër, në fakt është rritja e jetëgjatësisë. Ne tumoret më të shumta te kanceri i gjirit, si te meshkujt, si te femrat, i shikojmë mbi moshën 65 vjeç. Dhe detyrimisht në botë jetëgjatësia ka bërë që këto sëmundje të jenë më të kapshme. Pra tani siç e shikoni në shumë vende të Evropës ose në vendet aziatike, pothuajse mosha 60 vjeç, 70 vjeç nuk quhet më moshë e tretë. Kanë arritur domethënë mosha 80 vjeç, 90 vjeç dhe detyrimisht dhe numri i tumoreve të gjirit është më në rritje për shkak të rritjes së moshës. Kurse arsyeja e dytë më kryesore është sepse vetë femrat ose edhe në botë edhe shtetet janë më të ndërgjegjësuar për këtë problem dhe detyrimisht bëhen më shumë analiza, siç e shikoni kështu në muajin tetor, shumica e grave vetëm me këto emisione bile detyrohen të shkojnë të bëjnë një eko, të bëjnë një mamografi. Dhe si arsye më përpara nëse nuk shkonte dhe nuk e kapte në kohën e duhur, tani kapet më shpejt. Dhe duket sikur numri është rritur, po në fakt nuk është rritur dhaj shumë. Detyrimisht këto problemet ambientaliste, mënyra jetesës, alkooli, cigaria,
këto janë rritur si konsumim dhe këto e bëjmë pak më të shpesht, po më kryesore është rritja e jetëgjatësisë dhe siç thash kontrolli i shpesht i dhe ndërgjegjësimi i femrave. Simptomat besoj janë të njëjta si te gratë dhe te meshkujt, ose kur duhet të dyshojnë që mund të kenë një kancer në gjë meshkujt ose femrat në këtë rast? Drejtën simptomat janë një lloj. A janë lloj. të njëjta dhe ka ndonjë specifike që është veç për burrat ose veç për gratë? Jo, nuk ka një diçka specifike. Këtu e vetme gjë domethënë cila gjë i bën burrat pak më me avantazh është fakti se sasia e indit është më e vogël, pra gjiri është pak më i vogël dhe një masë në cila tek një femër për shembull mund të humbiste brenda sasisë së gjirit, tek meshkujt është pak më e mundshme për ta prekur. Kjo është avantazhi më i madh, pra që mund të kapet shpejt. Por për arsye tjetër, që tham pak më përpara, fakti që nuk janë të ndërgjegjshëm në këtë drejtim, kjo është një dezavantazh, pra e kapim pak me vonesë, sepse nuk u shkon mendja që mund të jenë prekur për një sëmundje të tillë. Pra ne tani jemi duke i ndërgjegjësuar. Ama ankesat kryesore, ashtu si te femrat dhe tek meshkujt, janë një masë në gjë, që tek meshkujt, siç thash, domethënë është pak më lehtë për të prekur, është një ndryshim i lëkurës, rrethve për qark, mund të jetë një rrjedhje prej thithës, sidomos rrjedhjet, këtë e themi edhe për femrat edhe për meshkujt, po sidomos për femrat, rrjedhjet të cilat ndodhin me ngjyrë të kuqe, të cilat kanë të bëjnë vetëm me njërin gjë dhe vinë spontanisht, pra jo duke e shtrydhur, këto janë simptoma më kështu, më të rëndësishme. Dhimbjen duhet ta sqaroj pak më gjatë, sepse duhet të ndalem te simptoma që është dhimbja dhe që shpesh mjekët e përjashtojnë si simptom, ose e përfshin shumë pak. Kjo është gjë e mirë dhe një lajm i mirë për femrat, sepse të thuash të drejtën, ankesa më kryesore që shkojnë gratë është dhimbja. Po në fakt shumica e dhimbjeve nuk kanë lidhje me sëmundje të gjirit bile, jo vetëm të kancerit, po pjesa më e madhe janë ose hormonale, ose për shkak të menstruacioneve, ose për shkak të si të thuash sistemit muskuloskeletal, pra muskujsh, probleme të cilat s'kan lidhje me indin e gjirit, kështu që në këtë drejtim duhet të jenë të qeta. Por se sigurisht nuk do të thotë se po patë dhimbje mos shko tek mjeku, po të rish e qetë, vizitohu, mundësia që të dalë diçka problematike shumë e ulët, po megjithatë, domethënë qoftë edhe një përqindje vogël, mund të vinë me këtë ankesë, i duhet kushtuar vëmendje sigurisht. Pra kjo apo nuk e gjë, mirë është që ta thotë mjeku. Do me thënë rastet thoni që kanë ardhur duke u rritur, jo duke u rritur, po duke u adresuar problemit e mjekët, apo jo? Të zbuluar më shpejt. Ka të bëj zona në cilën ne banojmë për shembull, ose më saktë theme që ndani jetën mes Turqisë dhe Shqipërisë, dhe bëni kontrole edhe atje, ka më shumë raste në Turqi ose në Shqipëri, si duket ky raport i dy vendeve? Dhe çka mendoni se ndikon në ambient në rritjen e rasteve me kancer gjiri, në përgjithësi edhe te meshkujt edhe te femrat? Të thuash të drejtën, jo vetëm për gjirin, po në shumicën e kancerave, gati në 80% të arsyeve kur pyesin pacientët shumë pse na ndodhi e tjera, janë faktorët e ambientit. Kush janë faktorët e ambientit? Faktorët e ambientit janë që duke filluar që nga mënyra e ngrënies, ku është alkooli, cigarja, përdorimi i sheqernave të përpunuara, mishit të përpunuar, pra gjëra të cilat domethënë nuk janë organike. Pra janë komplet prodhim i cili rri në rafte të marketeve dhe konsumohet në perioda të caktuara me ato data të skadencës e të tjera. Pastaj vjen ambienti që është pluri, mund të thuash tymi makinave, papastërtitë, punimet e ndryshme që bëhen rreth rrotull, mënyra jetesës në aspektin e obezitetit, mos aktivitetit fizik, këto janë shumë të rëndësishme. Të thuash të drejtën, edhe në Turqi dhe në Shqipëri, mënyra jetesës e njerëzve pothuajse është një lloj, kemi shumë gjëra të përbashkëta dhe nuk mendoj se Shqipëria domethënë është më shumë e rrezikuar. Megjithatë, domethënë në tonë varet nga ambienti ku personi jeton, është ndryshe të jetosh në qytet, është ndryshe të jetosh në fshat, konsumimi i produkteve, siç tham, domethënë për ngrënie dhe për pirje, mund të ndryshojë sipas cilësisë të cilën pacienti ose personi mund ta sigurojë, qoftë ekonomikisht, qoftë nga vendi ku i beson, ku e bledh. Po këto domethënë janë faktorët më kryesor, si thuaç.
dhe edhe të meshkujve dhe të femrat janë një lloj. Diçka shpresdhënëse që ndoshta ju e keni studiuar ose ndoshta ju e keni lexuar sa i përket trajtimit të kancerave në përgjithësi dhe sidomos kancerit të gjirit, ka ndonjë hulumtim që nuk e di, e keni lexuar së fundmi ju ose dëshironi që ta veçoni që të marrim pakës shpresë, se na duhet shumë shpresë? Tjetër. Të thuash të drejtën, në pjesën e kirurgjisë, zhvillimet janë pak më të ngadalta sesa në pjesën e ilaçeve medikale. Shumica tani shkenca domethënë po mundohet të eci drejt ilaçeve. Si të thuash, sa më pak ndërhyrje. Sa më shumë domethënë ti pacientin ta klasifikosh, ti japësh një trajtim sa më të specializuar, sa më të personifizuar vetëm për atë. Pra çdo pacient është ndryshe nga tjetri. Nuk duhet të dëgjojmë rreth rrotës çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, sepse të gjithë pacientët janë ndryshe nga njëri tjetri. Kanë imunitet ndryshe nga njëri tjetri. Dhe te pjesa e kirurgjisë, të thuash të drejtën, nuk është, si thosh, nuk duhet të nxitohemi. Këtë e kam vënë re dhe dua të jap edhe si këshill, domethënë të gjitha grave, ekziston ajo ideja që me të gjetur një mas ta heq dhe të shpëtoj sa më parë. Po nuk funksionon kështu shkenca. Çdo grua pasi diagnostikohet, si thua, gjëja e parë fare që bëhet është stadifikimi, pra klasifikimi, në cilin stad jemi. Dhe stadin ne i ndajmë në 3. Shkurtimisht stadi i hershëm, stadi lokalisht i avancuar dhe stadi i avancuar. Në stadin e hershëm gjithmonë operacioni është më i suksesshëm dhe këshillohet më primar. Po flas në përgjithësi sigurisht. Në stadit e lokalisht avancuara fillohet me ilaçe, të cilat janë goxha të mira dhe kemi shumë sukses tek pacientët, pothuajse në gati zhdukje të komplet të tumorit, po pastaj përsëri operacioni këshillohet për mosmbetjen të asnjë lloji qelize. Kemi dhe raste të avancuara në të cilat operacionin nuk e këshillojmë dhe vetëm me ilaçe. Po dhe këto ilaçe, pasi thatë dhe juve, domethënë a mund të kemi shpresë apo jo, tani avash domethënë kanë filluar të vinë dhe imunoterapit. Kanë filluar të vinë ilaçe, imunoterapia, domethënë avash domethënë dhe kimioterapia, po i ale vendin ilaçeve pak më të specializuara, më specifike për pacientin. Dhe këto për shkak të numrit të madh të pacientëve dhe firmat farmaceutike detyrimisht i japin një vëmendje shumë më të madhe dhe gati pothuajse çdo disa muaj, çdo 2-3 muaj del nga një ilaç i ri. Sigurisht, unë jam kirurg, nuk jam në fushën e ilaçit, po për shkak të marrëdhënieve të afërta me pacientët, edhe ne domethënë informohemi rreth këtyre ilaçeve dhe situatës. Mund të parandalohet kanceri i gjiri, për shembull, nëse dikush në familje ka pasur më herët, e di që bëhet një lloj operacioni si lloj preventive që mos shfaqet kanceri i gjirit? Po, ekziston një diçka e tillë, po ne zakonisht tek moshat e reja, sidomos në qoftë se personi që kemi në familje është kapur në moshë të re, pra moshë e re i themi 9-40 vjeç, atëherë bëjmë një test gjenetik që quhet testi BRCA1 dhe 2. Kemi disa gene në trupin tonë të cilët ne dimë domethënë që janë shkaktar për kancerin e gjirit. Mes këtyre më të rëndësishmit dhe që mund të matet lehtësisht është BRCA1 dhe BRCA2. Në qoftë se del që BRCA1 dhe 2 janë pozitiv, atëherë kjo tregon domethënë që me një probabilitet shumë të lartë në të ardhmen ky pacient, kjo është e vlefshme edhe për meshkujt dhe për femrat, në të ardhmen probabiliteti është shumë i lartë për t'u kapur. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë? Kjo vjen çik dëmbarësia aq më tepër edhe nëse në familje ke më shumë se sa një numër. Pra mund të jetë dhe tezja dhe nëna, mund të jetë të dy motrat ose domethënë sa më shumë shtohet numri në i pjesëtarëve në farefis, atëherë ky rrezik bëhet akoma dhe më i lartë. Atëherë në këto raste këshillohet, nuk është kusht dhe pacienti për këtë mirë informohet shumë qartë, po këshillohet heqja e të dy gjinjve dhe në të njëjtën seancë vendosja e silikonëve para domethënë bërja dhe estetikës. Me qëllim, duke ditur që probabiliteti është shumë i lartë në të ardhmen dhe ndjekja e këtij pacienti ose kësaj paciente do jetë shumë e vështirë, gjithmonë do rrim me pikpyetje, u rrit kjo masë, nuk u rrit, si u zhvillua, si nuk u bë biopsira të ndryshme të tjera. Kjo mënyrë trajtimi është pak më e qetë dhe më e sigurt. Nuk është 100% e sigurt, po është me një përqindje shumë të lartë sigurie. Por kanceri nuk është gjithmonë gjenetik, apo jo? Sigurisht, pjesa gjenetike, jo vetëm te gjiri, po te shumica e kancerave, përfshin gati 10 dhe në 15% të rasteve. Pjesa tjetër, që domethënë gati 80-85% janë i themene sporadike ose spontane, pra
po ta pyesësh pacientin në të kaluarën e tij ose në familje nuk ka ndonjë pjesëtar tjetër që të ketë të njëjtën sëmundje. Pra një 15% që diçka e tillë, parafërsisht. Diçka që do kishit dashur të na veçoni, me që ju nuk e di sa operacione në ditë i bëni, por pacientët, sidomos nëse janë femra, emocionalisht besoj që ndihen të dërmuara. Unë shumë shpesh kam intervistuar gratë të cilat kanë vuajtur kancerin e gjirit ose që kanë hequr organin e gjirit dhe emocionalisht janë shumë të dërmuara. Besoj që ju mjekët kirurg onkolog që jeni, keni edhe një lloj trajtimi pakës më ndryshe ndaj këtyre pacientëve apo jo? Thua të drejtën, sa po merret vesh një diagnozë e tillë, vetë fjala kancer, domethënë e bën njeriu që të mendojë gjithmonë më të keqen. Edhe pse siç thash, domethënë ato sëmundje të tilla si gjiri, prostati për shembull, kanceri i lëkurës, janë limfoma, disa sëmundje të ndryshme, është një listë domethënë e tillë, avash me kalimin e kohës, sidomos nëse kapen dhe herët, avash po shkojnë drejt listës së sëmundjeve kronike. Për shkak se, siç thash, ilaçe kemi shumë, operacioni në statet e para shumë i suksesshëm në zhdukjen komplet të gjithë sëmundjes. Kështu që kur takohemi me të tillë pacient, jemi pak të kujdesshëm, sigurisht nuk nxitohemi pa bërë një verifikimet e duhura, që është biopsia, është skaneri që kontrollon trupin e të tjera, janë receptorët hormonal, dhe kjo është një temë vetë, thua të drejtën, shumë e rëndësishme, që jep vendimmarrje nëse pacienti duhet të operohet apo jo. Të gjitha këto i shikojmë, i shqyrtojmë mirë dhe pastaj ulemi, si thon me letër dhe me lapës, me vizatim, duke ia treguar dhe pacientes çfarë opsionesh kemi, me çfarë duhet të fillojmë. Pse duhet të fillojmë me këtë lloj trajtimi dhe jo me atë trajtimin tjetër. Pra mirë është domethënë që dhe pacienti të di gjithçka në lidhje me situatën. Dhe jo vetëm thjesht për shembull urdhroni këtë letër dhe nesër jani se duhet të operoheni apo ju sjeni për operacion. Pra fjalë të tilla nuk janë shkencore, nuk janë bindse. Mirë është domethënë që me pacientin të gjitha opsionet e mundshme t'i vendosim përpara dhe avantazhet dhe dezavantazhet t'i sqarojmë tek e tek, detyrimisht domethënë duke qëndruar dhe afër nga ana psikologjike, sepse me të vërtetë ka shumë raste të cilat me të vërtetë janë të kurueshme, po pacienti vetëm për shkak të emrit, siç thash, domethënë opton pjesën tjetër të jetës që është shumë e gjatë, fatkeqësisht e kalon në një depresion të thellë. Ndërkohë që situata po shkon shumë për mirë. Dhe kjo domosdoshmë për mendimin tim ka çik lidhje domethënë me besimin që ka tek mjeku. Nëse pacienti ka besim të fortë tek mjeku, ja dëgjon fjalën, dhe nëse mjeku i thotë që situata po shkon siç duhet, është e qetë. Dhe e kundërta, nëse ai e paralajmëron ose e këshillon për disa gjëra që janë serioze, dhe ajo e merr me seriozitet. Pra këtu domethënë lidhja mjek-pacient është shumë e rëndësishme. Ju falenderojmë shumë për kohën që ndat edhe për sqarimet shumë të thukta që na i bë deri më tani. Ju falenderojmë edhe ju përshëndesim me shpresën që do t'ju kemi sërish në emisionin tonë ftesë në studio. Faleminderit shumë. Ju uroj emision të mirë, të mbar.